pse duhet të ekzistojnë fetë dhe profetët? Të parashtrosh këtë pyetje është si të pyesësh pse duhet shoqëritë njerëzore të jenë të organizuara, pse shtetet duhet të kenë kushtetuta, pse në vendet caktuara duhet të mbretërojnë ligjet. Feja çka është? Është rruga e cila njeriu e shpije ka Zoti. Ndërsa ne i shohim synimet tona, nuk jemi gjithmonë të sigurt se mund të arrijmë atje për shkak se mund të mos i njohim shtigjet. Dhe feja është pikërisht shtegu i cili shpije te jetësimi i mirëfillt i besimit, dhe duke qenë se jeta jonë në këtë botë është kalimtare dhe e shkurtër, atëherë feja na mëson si ta kalojmë atë në një balans të plot me të gjitha nevojat e natyrshme dhe dëshirat njerëzore. Pse janë profetët? Profetët janë udhërrëfyesit në shtigjet të cilat Zoti, krijuesi i gjithësisë, i ka parapaqur të ecin njerëzimi. Nuk ka mundësi të imagjinohet besimi i ndokujt në Zot duke e refuzuar fenë dhe duke e refuzuar profetësinë, nga se ekziston një distancë e pamohueshme mes njeriut edhe Zotit. Ajo distancë mund të përshkohet vetëm nëpërmjet fesë dhe vetëm duke i respektuar udhëzimet e profetëve. Profetët në anën tjetër e kanë edhe një rol shumë të rëndësishëm, të cilin ne si njerëz nuk do të jeshim në gjendje kur ta kërkojmë prej Zotit fuqiplot. E roli i tyre në këtë rast është që ata të na e prezantojnë shëmbulltyrën konkrete dhe praktikën shembullore se si duhet të vihen në praktik mësimet e Zotit fuqiplot.